u lërinte mbi stacionin e vjetër të trenit në periferi të qytetit. Bora binte pa pushim, duke mbuluar shinat me një shtresë të trashë të bardhë. Njerëzit kalonin me nxitim, të mbështjell me pallto të rënda, pa e kthyer kokën pas. Në një stol druri, pranë kolonës së vjetër të hekurit, qëndronte një vajzë e re me uniformë infermiereje. Duart i kishte të ngrira, fytyra e zbet, buzët e plasaritura nga të ftohtit. Quhej Elena, ishte 26 vjeçe dhe kishte ardhur në qytet për një intervistë pune në spitalin lokal. Por gjithçka kishte shkuar keq. Autobusi që duhej ta çonte në shtëpinë e kushërirës së saj ishte anuluar për shkak të stuhisë. Telefoni i kishte mbaruar bateria. Parat i kishte pothuajse të shtëruara. Ajo nuk njihte askënd tjetër në qytet, ndërsa ngrinte syt drejt orës së madhe të stacionit. Lotët i ngrinin në qerpik. Në atë moment, një kamion i madh i zi ndaloi para hyrjes. Nga brenda zbriti një burr i gjatë, me kapele kauboji dhe çizme lëkure. Ishte një figurë që dukej sikur kishte dalë nga një film i vjetër amerikan. Ai quhej Daniel Alker. Daniel nuk ishte thjesht një kauboj. Ai ishte pronar i një prej fermave më të mëdha të rajonit. Pasuria e tij ishte ndërtuar me punë të palodhur, tokë, bagëti dhe investime të zgjuara. Njerëzit e njihnin si milionajre kauboj, por ajo që nuk e dinin ishte se pas syve të tij të fortë, fshihej një histori e thellëdhimbjeje. Ai kishte ardhur në stacion për të marrë një pako me dokumente që vinin nga kryeqyteti. Nuk priste të gjente diçka që do t'i ndryshonte jetën. Sytë e tij u ndalën te vajza me uniformë të bardhë. Ai vuri re duart e saj që dridheshin. Pa menduar shumë, u afrua. Zonjush, a jeni mirë? Zëri i tij ishte i thellë, por i butë. Elena ngriti kokën me hezitim. Ajo ishte mësuar të mos i besonte të panjohurve. Jam mirë, vetëm po pres trenin, gënjeu ajo. Ai pa përreth. Stacioni ishte pothuajse bosh. Trenat janë dalur për sot. Stuhia i ka bllokuar shinat. Ajo uli syt. Heshtja e saj tha gjithçka. Daniel hoqi pallton e tij të trash prej leshi dhe ja vendosi mbi supe. Nuk mund të rini këtu. Do ngrini. Ajo tentoi ta kthente pallton. Nuk dua t'ju shqetësoj. Ai buzëqeshi lehtë. Nëse më lejoni të ndihmoj, nuk është shqetësim. Pas disa minutash hezitimi, Elena pranoi të hipte në kamionin e tij. Ai i premtoi se do ta çonte në një hotel të sigurt, por ndërsa makina përparonte në rrugët e mbuluara me borë, Daniel mori një vendim të papritur. Hoteli është i mbushur. Stuhia ka sjell shumë udhëtar të bllokuar. Mund të qëndroni në fermën time për sonte. Kam dhoma për mysafir. Nesër do t'ju çoj ku të dëshironi. Elena hezitoi, por sytë e tij nuk kishin asnjë hije rreziku. Vetëm sinqeritet. Fermën e Danielit e rrethonte një peizazh madhështor. Kodra të bardha, stalla të mëdha, shtëpia kryesore prej druri me drita të ngrohta që ndriçonin nga brenda. Ai i ofroi çaj të nxehtë dhe një batanie të trashë. Për herë të parë atë ditë, Elena ndjeu ngrohtësi, ndërsa ajo shikonte fotot e vjetra në mur. Vuri re një portret të një gruaje të re. Është nëna ime, tha Daniel. Ajo ishte infermiere. Elena u kthye nga ai, e habitur. Vërtet. Ai pohoi me kokë. Ajo më mësoi se ndihma ndaj të tjerëve është gjëja më e vlefshme në jetë. Në atë moment, diçka ndryshoi mes tyre. Biseda e tyre vazhdoi deri vonë. Ajo i tregoi për ëndrrën e saj për të punuar në një klinikë rurale, për të ndihmuar njerëzit që nuk kishin akses në kujdes shëndetësor. Ai e dëgjoi me vëmendje të plotë. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa bora kishte pushuar, Daniel kishte menduar gjithë natën. Ai kishte tokë, ai kishte para, ai kishte ndikim, por ndoshta, për herë të parë, kishte edhe një qëllim më të madh. Elena, tha ai gjatë mëngjesit, po sikur të mos kërkoni punë në qytet? Ajo u hutua. Çfarë do të thoni? Po sikur të hapim një klinik këtu, në zonat rurale. Unë do të financoj gjithçka. Ju do ta drejtoni. Ajo mbeti pa fjalë. Por, sa po më takuat? Ai buzëqeshi. Ndonjëherë mjafton një moment për të ditur se çfarë është e drejtë. Lotët i mbushën sytë e saj. Jo nga trishtimi këtë herë, por nga shpresa. Kështu nisi një histori që askush nuk e kishte parashikuar. Një kauboj milioner dhe një infermiere e ngrirë në një stacion treni. Dy botë të ndryshme, një qëllim i përbashkët dhe një dashuri që sapo kishte filluar të shkruante historinë e saj.
Ngrohtësia ndryshon jetën. Ditët pas atij takimi të papritur në stacionin e trenit, shpejt u kthyen në një rutinë të veçantë për Elena dhe Daniel. Ajo që filloi si një ndihmë emergjente u shndërrua në një bashkëpunim të ngrohtë dhe të pandashëm. Elena kishte filluar të punonte në fermën e tij, por jo vetëm për kujdesin e kafshëve. Daniel donte të krijonte një lidhje mes kujdesit për njerëzit dhe natyrën. Fermat rurale zakonisht janë vende ku njerëzit janë të izoluar, por Daniel kishte një vizion: të krijonte një qendër komunitare shëndetësore për banorët e zonës. Elena, me përvojën e saj në kujdesin shëndetësor, ishte e përshtatshme për të drejtuar këtë projekt. Ata bashk planifikuan dhoma të veçanta për pacientët, një ambulancë të vogël dhe programe edukative për higjienën dhe parandalimin e sëmundjeve. Por çështja më e rëndësishme ishte lidhja mes tyre. Daniel kishte gjithmonë vëmendje të veçantë ndaj nevojave të saj. Ai e ndihmonte të vendoste kabllot dhe pajisjet e medicinës, ndërsa ajo e mësonte për të kujdesur me bagëtinë dhe tokën. Ata flisnin për ëndrat e tyre, frikërat dhe kujtimet nga fëmijëria, duke krijuar një besim të veçantë mes tyre. Një ditë të ftohtë dimri, ndërsa Elena po ushqente bagëtinë, Daniel erdhi me një tavolinë të vogël plot me libra dhe mjete mjekësore. Kam menduar, tha ai, se nëse do të krijojmë një qendër të vogël, duhet të jemi gati për çdo situatë. Ajo buzëqeshi, duke ndjerë një ngrohtësi të re. Nuk ishte vetëm ftohti i dimrit që ajo ndjente më, por një ndjenjë sigurie dhe mbështetjeje. Ndërkohë që ditët kalonin, komuniteti lokal filloi të vlerësonte praninë e tyre. Banorët e zonës, fillimisht skeptik ndaj kaubojit milioner dhe infermieres së re, tani po vinin për këshilla mjekësore dhe ndihmë. Elena ishte gjithmonë e qetë dhe e durueshme, ndërsa Daniel përdorte autoritetin dhe burimet e tij për të bërë të mundur çdo gjë. Ata u bën simboli i shpresës dhe bashkëpunimit në zonën rurale. Një moment që ndryshoi gjithçka erdhi gjatë një nate të acartë, ku një familje nga fshati kishte nevojë urgjente për ndihmë mjekësore. Trenat ishin të bllokuar dhe rruga për në qytet ishte e pasigurt. Daniel dhe Elena organizuan transportin dhe ndihmuan familjen, duke shpëtuar jetën e fëmijës së vogël. Në atë moment, ajo kuptoi se Daniel nuk ishte vetëm një burr i pasur, ai kishte zemër të madhe dhe përkushtim të sinqert për të ndihmuar të tjerët. Pas ngjarjes, Elena u ul pranë oxhakut në dhomën e madhe të fermës, duke u mbështjell me batanie të trash. Daniel, duke i sjell një filxhan çaj të nxehtë, u ul pranë saj. Ata heshtën për pak minuta, duke ndjerë thjesht praninë e njëri tjetrit. Ishte një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. E di, tha Elena, në fillim mendova se ky takim ishte vetëm një rastësi, por tani gjithçka ka kuptim. Daniel e shikoi, sytë e tij plot mirësim dhe respekt. Ndonjëherë, një rastësi është fillimi i një historie që ndryshon gjithçka. Aty, në fermën e qetë, mes borës dhe ngrohtësisë së zjarrit, ata filluan të kuptojnë se historia e tyre nuk ishte thjesht për një dashuri të papritur. Ishte për shpëtim, besim dhe krijimin e një jete së bashku, ku secili do të ishte mbështetje për tjetrin. Elena filloi të ndihej e fortë dhe e sigurt, ndërsa Daniel kuptoi se pasuria më e madhe nuk ishte toka apo bagëtia, por dashuria që po linte në mes tyre. Një dashuri lind nga shpëtimi. Jeta në fermën e Danielit po merrte një ritëm të ngrohtë dhe të qetë, por zemrat e tyre rrinin më shpejt se kurrë. Elena nuk ishte më infermierja e vetmuar nga stacioni i trenit, dhe Daniel nuk ishte më kauboj i pasur që jetonte mes tokave dhe bagëtive. Ata kishin ndërtuar një botë të tyre, një botë ku kujdesi, respekti dhe dashuria ishin themeli i çdo gjëje. Një mëngjes, ndërsa dielli ngrihej mbi kodrat e mbuluara me borë, Daniel ju afrua Elena me një kuti të vogël në dorë. Ajo u habit kur e pa përmbajtjen një varse të thjeshtë, por të bukur, me një gur të vogël të kaltër që përfaqësonte qetësinë dhe shpresën. Ky gur, tha ai, më kujton momentin kur ju gjeta në stacion. Në atë akull, unë kuptova se ka momente që ndryshojnë gjithçka. Ky gur do të na kujtojë gjithmonë se dashuria jon filloi nga një akt i vogël mirëdashjeje. Elena u emocionua. Lotët e saj nuk ishin më nga trishtimi, por nga mirënjohja. Nuk mund ta besoj, tha ajo. Në një botë ku gjithçka duket e paqartë, ne gjetëm njëri tjetrin. Dita vazhdoi me një energji të re. Ata planifikuan të zgjeronin klinikën e vogël rurale, duke përfshirë më shumë staf dhe duke sjellë pajisje të reja mjekësore. Por më e rëndësishmja ishte se çdo vendim banin së bashku, duke i marrë vendimet me respekt dhe dashuri. Gjatë muajve që pasuan, komuniteti i zonës filloi të shikonte çiftin si simbol shpresë. Historia e një kauboj milioner dhe një infermiereje që filloi nga një stacion i akull treni u bë inspirim për të gjithë.
Njerëzit filluan të kuptonin se ndihma e sinqertë dhe dashuria nuk kishin kufi social apo financiar. Një natë, ndërsa qendra ishte e qetë dhe yjet ndriçonin mbi ferm, Daniel mori dorën e Elena. A mendoni, pyeti ai me zë të butë, se një rastësi mund të bëj histori? Elena buzëqeshi dhe e shikoi thellë në sy. Jo vetëm histori, tha ajo, por një jetë të tërë. Aty, në qetësinë e natës, me syjeve dhe borës së freskët, ata kuptuan se dashuria e tyre nuk ishte thjesht një ndjenjë e papritur. Ishte një bashkim i dy botëve të ndryshme, një kombinim i pasurisë, përkushtimit dhe humanizmit, që do të shkruante një histori të paharrueshme. Kështu nisi legjenda e dashurisë së Daniel Alker, kaubojit milioner, dhe Elena, infermiere së guximshme, një histori që filloi nga një stacion i akull treni dhe lulëzoi në një dashuri që ndryshoi jo vetëm jetën e tyre, por edhe jetët e shumë të tjerëve.